Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimet janë për Allahun Zotin e Gjithësisë. Mëshira Allahut qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, po dhe për mbi gjithë që jeni Islam të bashkë. Allahu ju mëshiroft dhe ju bekoft gjithë. Them o Zot na pranon këtë ditë agjërimi. Dhe të gjitha adhurimet e tjera, namazet, sadakat, iftaret që keni shtruar për herë dhe për tjerë, Allahu më e pranon inshallah. Sonte një dy fjalë lidhur me emrin që ka ky muaj, se thonë se ka mbi 10 emra, muaji Ramazanit. Edhe një nga emrat e tij është muaji i bamirësisë. Edhe kur themi muaji i bamirësisë, do të thonë ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që në muajin e Ramazanit ishte tepër bamirës. Na tregohet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që një rast nuk ka dalë për ta falë namazin me sahabët. Edhe sahabët duke mos e ditë shkakun janë merakos. Edhe kur janë interesuar për gjendjen e atij, ai nuk ka pas se çfarë kishte, sepse edhe një xhyve që e ka pas, ja ka dhuruar një njeriu. Për hir të Zotit. Ama jep çfarë xhyve dhe ja Rasulullah. Merë dhe të këmëton, dhe s'kishte nëse t'dite. Megjithatë, kjo sjellje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ndër moralet e larta. Pra ne nuk mund të veprojmë në këtë mënyrë. Bamirësia është diçka e veçantë me cilën na urmën Allahu xhallahu në Kur'anin e Madhrueshëm. Edhe gjithmonë e ka lidh bashkë me namazin. Eqimu salat wa atu zakat. Falni namaz dhe jepni zakatin. Jepni prej asaj që ju ka tepruar nga pasuria. Se nuk jetojmë vetëm ne këtu. Nuk jetojmë për vete. Dhe ai besimtari më i mirë është ai i cili mendon edhe për të tjerë. Kur jemi ke një vepër pamirëse, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: sadakaja e shuan hidhrimin e Zotit. Sadakaja e shuan gazebin të merrin dënimin e Zotit. Një njeri do të gjendet në banesën e varrit. Ashtu sikur do të gjendemi edhe ne të tjerë. Dhe është interesant se ajo që ti jep për hir të Zotit shkon përpara teje, edhe tek Allahu, edhe në banesën e varrit, të pret atje. Dhe dihet që banesa e varrit ka probleme të mëdha. Llogari, azab. Mendohen ata me lajket, është i oni ky, apo është i juj. Pra me lek të rahmetit, me lek të gazepit, ato të dënimit. Edhe shikojnë që s'ka bon punë për banesën e varrit, asnjësë, edhe e marrin ato të gazepit, Allahu na ruaj. Sadakaja është ajo aq e fortë, sa që nuk depërto gazepi Zotit, hidhrimi Zotit. Pra si do të them, e mbron në një mënyrë robin qella, pronarin e saj, që të mos e depërtoj gazepi Zotit. Edhe ajo flet me robin, ajo sadakaja në momenti që te e jep, edhe thot: ishe pronari im, të shte u bonë unë pronari jotë. Thot sadakaja. Deri tje thot, unë ishe e jote, të shtej, jetë e imi. Pra në të kuptimin që unë të mbroj ty. Ishe rejtari im, të shtej, unë jam rejtari jote. Thot sadakaja. Pra unë të mbroj ty. Po të njëjtët fjali thot edhe për para Zotit që le gjëra edhe me i siru zemër. Me shtru iftare për hir të Zotit. Në fakt me iftare, ai që i shtron 99% i shtron për vete. Se e merr komplet vetë. Nëse një person merr pjesë tek iftari jot, ai të jep shpërblime, të jep sevap. A nëse jep, domethënë, me niyetin e sadakas, kjo është më e madhe, është e gjitha jote.
Por që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha kur dikush ju jep diçka, thoni Zotit ta shtoft dhe jeni më barës. Nëse ti bën dua, në momentin që ai të jep diçka dhe ti i thu Zotit ta shtoft mirësi, begati, jeni barazuar. Dhe ai që ta dha duhet thonë, edhe ty të dhash Allahu herë tjetër prap, që të bëhen 2-1, për ndryshe, ai nëse bën dua për ty, është barazuar me ty. Mos ju tremni edhe shtrimit të iftarëve. Shifja në i kasa të dush. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, buka e një personi është për 2 veta. Për ata që nëse keni shtruar iftarë, për 5 veta, aty ka ushqim për 10 veta.